Shiko, do të kuptojmë diçka. KQZ-ja nuk është zgjidhja e problemit. KQZ-ja është vetë problemi. KQZ-ja në Shqipëri, historikisht, ka qenë vetë problemi. Sepse KQZ-t në Shqipëri dhe kryetarët e atyre që kanë drejtuar këto komisione shtetërore të zgjedhjeve, kanë qenë të diktuar ose nën diktatin e partisë që ka zgjedhur. Padyshim që zoti Celi Bashi mundohet të duket sa më asnjanës, të duket sa më i moderuar, por mos harrojmë që është një ish deputet i Partisë Socialiste, është një njeri i cili ka menaxhuar më përpara, njëherë para disa vitesh, Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe nuk mundet ne të presim tani që ai individi të jetë individi i cili nuk ka në shpirtin apo në ndjenjat e tij, në brumin e tij militantizëm. Dhe kështu që kjo e bën të pa shmangshme që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është vetë problemi. Mos harrojmë në diçka tjetër. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka qenë këtu, i ka parë si kanë ardhur zarfet nga jashtë Shqipërisë, i ka parë të gjitha problematikat dhe nuk ka propozuar qoftë një herë të vetme një marrje masash për të penalizuar apo qoftë edhe për të pezulluar ose edhe qoftë edhe për të kthyer zgjedhjet në ato vende të cilat ka pasur probleme. Dhe problemet kanë qenë të shumta. Janë bërë në sy të publikut, njësia 5 besoj e pat atje ku zoti Braçe i Partisë Socialiste pati ato problematikën dhe ku ata njerëz ishin aty në ato zyra, ikën me vrap me çanta në krah, ishin me lek, me ça, me kompjutra, me ça ishin atje, dhe askush nuk mbati përgjegjësi. Dhe sot e kësaj dite nuk flitet. Mos harrojmë që kanë ardhur me dorë, kanë ardhur në mënyrë private nga jashtë Shqipërisë zarfet, e atyre i do votonin, ndërkohë që u përcaktuar në ligj që duhet të silte DL-ja. Pra ne paguam taksa 9.2 milion euro që DL-ja të çonte çdo qytetar shqiptar i cili ishte regjistruar me emër, me adresë kështu me radhë, siç i kërkonte KQZ-ja, t'i ja çonte te dera e banesës vet, apartamentit e kështu me radhë, dhe t'ja merrte. Dhe kjo nuk ndodhi. Dhe zoti Celi Bashi fillonte ta justifikonte. Justifikonte edhe DL-n, e cila pajtoi firmën në kontraktore, që kjo nuk ishte parashikuar në kontrate që kishte me shtetin shqiptar DL-ja, dhe ne sot jemi përpara një fakti ku shqiptarët e Greqisë kanë votuar 95% për forcën politike Partia Socialiste. Tani, më falni, dhe në diktaturë nuk ka ndodhur që të kishte një votim kaq masiv. I bie që Partia Socialiste të ketë qeveritur më mirë në Greqi, në Itali, në Gjermani apo në Angli. Dhe që ka dalë ky rezultat kaq i thellë për partinë në pushtet. Dhe pa marrë parasysh konsumin e saj 12 vjeçar, korrupsionin e kështu me radhë. Prandaj them që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është vetë problemi i kësaj historie. Nga ana tjetër, Partia Demokratike dhe kreu i saj, Sali Berisha, i ka kontestuar zgjedhjet dhe kanë nxjerrë edhe prova të caktuara të manipulimit tyre. Ju si mendoni, çfarë kërkon të arrijë opozita dhe çfarë do të prodhoj me këtë lloj kontestimi sa i përket sezonit të ri politik? Shiko, kontestimin do të jemi koherent me situatën çfarë ka ndodhur. Sepse vetëm 2 ditë më pas, OSB Odiri vetë i quajtën këto zgjedhje një dizastër. Pra ishin ata të cilët denoncuan të gjithë burimet shtetërore, të gjithë administratën shtetërore, të gjithë çfarë kishte në dorë partia në pushtet, i përdori ato për qëllimet e saj elektorale. Pra, edhe mediat ishin në favor të partisë pushtet. Pra, ata vetë, OSB Odiri i ka denoncuar këto fakte. Partia Demokratike ose opozita po e marrim, që vazhdon të denoncojë çdo ditë me prova, me fakte, me video, me audio, me foto, është të drejtën e saj. Ore, pyetja është kjo. Pse nuk i lën këta qytetarë votojnë të lirë më? Ky është problemi. Din aty, ballafaqomi qytetarët, pse duhet t'i bësh ti me lista?
Pse duhet t'i marrësh ti me telefon? Pse duhet t'u japësh ti kartë flet votimi jashtë qendrave të votimit? Pse duhet të përdorësh ti mjete ekstraligjore për të diktuar tek votuesi? Po lëre mor votuesin të votoj. Po lëre mor të gjej programin. Të votoj për këtë i bëj kokë qefit mor. Pse duhet ti ta diktosh ti thua hajde të voto se vajti ora 4? Pse duhet të marrësh ti lista të njerëzve dhe ti të patronazhosh ku banojnë njerëzit në Gjermani, në Itali, në Gjermani apo në Shtetet e Bashkuara. Po kuptoni apo jo? Të diktoj administratën, shiko, sa njerëz ke ja ti dua patjetër për mua. Pra, një mënyrë represive që është bërë ndaj votuesve është e pa imagjinueshme mor. Sot në vitin 2025. Kjo mënyrë represive, unë nuk besoj se ndodh as në jo në Rusi se nuk ndodh, po nuk besoj të ndodhi vetëm në këto vendet e Koresë së Veriut sot. As në Iran nuk ndodh, por dhe në Iran ka fituar disa herë vitet e fundit edhe shefi opozitës në Iran, pavarësisht pasaj se nuk ka arritur do të ndryshojë gjërat. Por është ja bërë zgjedhje mor. Dhe ne nuk arrim dot as nivelin e Iranit, që ne e quajmë Iranin një vend të diktatorial apo kështu me radhë. Po nuk janë bërë as Turqi mor, sepse në Turqi ka fituar opozita gjithkohën. Ne nuk kemi shembull mor, vetëm me Lukashenkon po. Me Lukashenkon mund të krahasohemi dhe me Vučićin, i cili ka dhunuar në mënyrë permanente opozitën, ka dhunuar në mënyrë të permanente njerëzit, grupet caktuara që kanë votuar opozitën. Vetëm me atë mund të krahasohemi. Kjo është ajo që dua të them si avokat mor, si njeri i cili un kam votuar i lirë mor, se un votoj i lirë. Nuk ma dikton dot njeri. Po ka qytetarët e tjerë nuk e kanë këtë lloj pavarësie, këtë lloj lirie. Sepse dikush ka një problem, dikush ka një hall, një me fëmijën, një me djalin, me vajzën, me gruan, me kushurinën, e kështu me radhë. Me atë gardhin atje të fshati, me atë murin atje, me atë çat themun tyja, me atë tokën atje të paregjistruar, pa të gjithë këto janë ato tryshtin e pushtetit dhe nuk votojnë dot të lirë mor. Dhe normalisht që opozita është në drejtën e saj. Sepse dhe unë dhe ju të ishe shef opozite do ishe në të drejtën e ti që ti të kontestohem. Kjo është ajo që ne kërkojmë. Sepse ne flasim të zhveshur nga emocionet politike, sepse ne nuk kemi ngarkesa. Po të kishe edhe ngarkesa politike në krah që të pritje populli që cilit ka mbështetur dhe të thosh po më jep zgjidhje tani se ku shkoj vota ime. E pa dyshim do kërkohet ta kontestoje. Kjo është ajo që kërkohet më. Dhe Partia Demokratike ka në të drejtën e saj që të bëj letër departamentit të shtetit, që nuk i ka njohur akoma zgjedhjes Shqipëri, po dyshim që t'ia çoj Parlamentit Evropian e gjitha institucioneve të bashkimit që përbëjnë komunitetin Bashkimin Evropian, dhe është të drejtën e saj. Është të drejtë e saj mos sepse patronazhimi ka arritur nivele që të futet edhe me gjumit më. Patronazhimi është futur në dhomë të gjumit shqiptarëve më. Në është futur në jetën private, në jetën intime, në çdo lloj më. Kjo është skandaloze, stop. A ka një formulë juridike që këto zgjedhje të mos njihen apo të formohet një qeveri teknike e cila mund të marrë në dorë drejtimin e vendit? Shiko. Zoti Rama aktualisht ka 83 mandate. Nuk është se ka situatën vulnerabile, pra nuk është se e ka tek 72, 73, 74. Ai e ka konsoliduar, e ka blinduar, si thonë, majorancën e tij parlamentare. Dhe jo qëllimisht ai e ka blinduar majorancën e tij. Për të thënë pendimorëve që shikoni, okay, sa ka vjedhur? Ka vjedhur, ja ka vjedhur 2-3. Janë abuzuar me 2-3 mandate, ja më ngelen 80. Po si do bëjmë qeveri teknike thotë? Të pranoj qeveri teknike me kur unë disponoj 78-80 deputet. Kështu që ai ka përshpërdor një strategji e tillë që ta bënte situatën që ti mos kisha as mundësi të kërkoj qeveri teknike. Sepse qeveria teknike nuk ka më vlerë tani. Qeveria teknike e kishte vlerën 6 muaj para, si në Maqedoninë e Veriut që bëhen qeveri teknike 6 muaj para, saktoj një kryeministër për mbarvajtjen e zgjedhjeve, e vazhdon historia dhe nuk kontestojnë zgjedhjet pra. Po tani çfarë vlere kanë që ti kontestosh ti zgjedhjet? Çfarë vlere ka tani që ti Spaku heton tani, që Spaku arreston tani dhe Spaku bën namin me krimin zgjedhor tani. S'ka mas që vlerë. Masa duhet ishin marrë
përpara se të ndodhte kjo gjë. Sepse, shiko, në demokraci, zgjedhjet e lira e mbajnë i japin atë nuancën, i japin nuancën vendit, është demokratik ose jo. Nëse ti nuk bën zgjedhje të lira, nuk mund të quhesh vend demokratik. Sepse ne bëjmë pjesë të botën perëndimore. Dhe përdesa kemi zgjedhur të jetojmë në këtë sistem, do t'i bindemi këtij sistemi. Po problemi i madh i ynë është sepse ne nuk kemi gjyqësor. Se nëse vidhen zgjedhjet në Itali, në Gjermani apo qoftë edhe në Bullgari, po ndeshët ju, që është fundi, atje ndryshon gjykata, atje ka sistem gjyqësor, ka një sistem gjyqësor të pavarur që i anullon më. Ai në Rumani, unë nuk jam dakord, po çfarë bën ata? Gjykata kushtetuese vendosi që ai presidenti që u zgjodh me vota akuzuar që gjëja ishte patur ndërhyrje ruse në zgjedhje dhe gjykata kushtetuese nuk ja njohti rezultatin. Po a kemi ne gjykata, qoftë gjykata kushtetuese jona, të marri vendime për të anulluar zgjedhjet, për të parë që këto zgjedhje ishin me probleme të rënda nga pikpamja e lirisë së qytetarëve? Nuk kemi, sepse ne nuk kemi sistem gjyqësor të pavarur. Ky është problemi ynë i madh. Dhe bota i ka rregulluar këto, nga sepse ka gjyqësor të pavarur, që nuk i intereson fare atij kush është kryeministër apo kush është ministri i brendshëm. Ky është ndryshimi ndërmjet një vendi si ne që jemi në autokraci elektorale dhe një vendi demokratik që si intereson fare atë gjyqtari të njohë kush është kryeministri dhe kush është presidenti.